Samiti politik europian ka nisur zyrtarisht me fjalën hapse të kryeministrit Edi Rama, i cili u shpreh se për Shqipërinë është një deri jashtëzakonshëm të mirëpres liderët europian në një ambient të ndërtuar posaçërisht për këtë qëllim. Ndër të tjera, ju shpreh se nuk jemi në një sallë sterile takimesh, por në një shtëpi që mishëron ëndrat e fëmijëve shqiptar për Europën, deklaroi ai. Rama theksoi se ky samit është pjesë e një procesi të thellë europianizimi, që nuk shihet si një detyrë shtëpie, por si një fat i përbashkët dhe identiteti të ndarë. Duke referuar rezultatit të zgjedhjeve europiane, ai e cilësoi fitoren e forcave pro-europiane si Brexit me role të përmbysura, duke referuar Britanisë së Madhe. Në vijim të fjalës së tij, kryeministri theksoi nevojën për të parë Europën jo thjesht si një projekt politik apo gjeopolitik, por si një hapësirë paqe, kulture dhe mundësish për të rinjt. Ai shtoi se vizioni për Europën duhet të frymëzohet jo nga frika apo armët, por nga imagjinata dhe ëndrat e brezërve të rinj. Europa ka një mundësi të dhëruar nga Zoti për të rishpikur, u shpreh Rama duke përmbyllur fjalimin me një thirrje për bashkim që nuk formësohet nga muret apo kufit, por nga shpresa dhe vizioni për të ardhmen.